Bashkia Roskovec organizoi një aktivitet në kuadër të ditës botërore të librit në ambientet e bibliotekës publike të qytetit. Në fjalën e saj, kryetarja e bashkisë Majlinda Bufi theksoi se librat janë miqt, udhëzuesit dhe filozofët më të mirë të njerëzit, duke nënvizuar rëndësinë e investimeve për pasurimin e bibliotekës publike. Sipas saj, këto investime synojnë të nxisin leximin dhe përmes magjisë së librave të pasurojnë mendimin dhe të edukojnë qytetarët për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Në ditën botërore të librit, unë kam kënaqësi që të prezantoj bibliotekën modeste publike të qytetit Roskovecit, e cila në fakt nga viti në vit është pasuruar me tituj të rinj të botimeve të kategorive të ndryshme, jo vetëm për të rritur, por edhe për fëmijë dhe për të rinj, jo vetëm në shqip, por edhe në gjuhë të huaj, në anglisht. Dhe më vjen mirë që hapësira në këtë bibliotekë sa vjen ngushtohet për shkak të stendave të reja që ne shtojmë dhe titujve dhe librave të rinj që ne shtojmë. Gjithashtu unë dua t'ju theksoj dhe t'ju bëj me dije që në kuadër të promovimit të bibliotekës dhe të gjithçkaje i lexues mund të gjejë në bibliotekën e Roskovecit, ne kemi prodhuar edhe element motivues, publikues, njohës, promovues, siç janë çantat ekologjike prej beze, siç janë stilolapsat, pse jo dikush që vjen në bibliotekën e Roskovecit mund t'i marrë si dhurata kryesisht për lexuesit më të mirë që kemi, të cilët janë të regjistruar në kartela sipas kritereve ligjore, bile edhe online dhe në mënyrë elektronike, dhe këtë punë e ka bërë stafi i mrekullueshëm i bibliotekës sonë Moza dhe Claudiola, dy punonjëse tona. Dhe gjithashtu në ditën e librit, botërore të librit, neve kemi prurjen më të re të gati 160 tituj librash që sapo kanë ardhur, siç e shikoni, në po themi sasi të ndryshme, sipas edhe mundësive që kishin financiare, por më vjen mirë që në bibliotekën e Roskovecit gjen tituj bashkëkohor të botimeve më të fundit, të cilat ndoshta dhe nuk i gjen në biblioteka të tjera. Më pas, drejtoresha e Bibliotekës Publike të Roskovecit, Mimoza Hazizi, u ndal tek rëndësia e shtimit të titujve të rinj, duke përfshirë autorë shqiptar dhe të huaj, libra për fëmijë, si dhe literaturë shkencore. Që është hartuar për blerje, në bazë të buxhetit që ne kemi pasur, është hartuar vetëm me kërkesat e lexuesve. Ata bëjnë kërkesën dhe ne i listojmë te lista e blerjeve. Dhe janë të gjithë librat që ata mezi presin të lexojnë. Cilat janë titujt më të kërkuar? Të gjitha grup moshat kanë titujt e vet të preferuar, qoftë nga ajo fëmijë, po të shikosh mbi tavolinë ke libra nga të gjitha grup moshat, nga nxënësit e shkollave, nga fëmijët e vegjël, edhe nga mosha e tretë që i kemi shumë besnik të bibliotekës. Edhe në ndër të tyre ne kemi porositur disa materiale promovuese për t'i shpërndarë sot, si e tha dhe kryetarja, stilolapsa dhe çanta për t'u dhënë dhuratë në këtë ditë simbol. Kështu që unë ftoj të gjithë qytetarët roskovecar, por jo vetëm, ata që kanë dëgjuar dhe nuk e kanë vizituar bibliotekën e Roskovecit të vinë, sepse këtu mund të gjejnë botimet më të fundit bashkëkohore në Shqipëri por edhe. Në përfundim të aktivitetit, kryetarja e bashkisë ndau lajmin për ndërtimin e një biblioteke të re moderne me mjedise bashkëkohore, e cila do të krijojë kushte më të mira për lexues të moshave dhe kategorive të ndryshme.